aleanca Beleri-Berisha është një aleancë për Greqinë madhështore kundër interesave të kombit shqiptar. Nëse do të lexoni një intervistë të Berishës në mediat greke, është shumë poshtruese mënyra se si ai trajton dy partnerët strategjik të Shqipërisë, Italinë dhe Turqinë, duke i konsideruar marrëdhënie të gabuara, duke i sulmuar indirekt ato, duke i konsideruar si marrëdhënie korruptive dhe duke vlerësuar që trajektoria do të ndryshojë ditën që aleanca Berisha-Beleri do të vinë në pushtet, dhe sepse PD-ja konsideron që aliati rajonal strategjik i Shqipërisë duhet të jetë Athina. Pra, konsideron që integrimi i Shqipërisë duhet kalojë nëpërmjet Athinës. Më vjen shumë keq që në Shqipëri këto nuk kanë jehon. Nëse kjo do të ndodhi, domethënë në një vend tjetër, do të ishte reaksioni popullor duhet të ishte shumë i madh, por ne jemi këtu për t'i apeluar ndërgjegjes kombëtare, për t'i hapur syt atyre, sepse mirë që arriti aleanca në kufit e prekjes interesave kombëtare, po dogji dhe kauzën çame, sepse duke i bashkuar të dy partitë së bashku, sfumoi edhe kauzën e mirat çamëve, të cilët të kishin prej dekadash ndronin aspiratën e tyre për kthimin e pronave, aspiratën e tyre për dënuar genocidin, aspiratën e tyre për njohjen e të drejtave nga ligjet ndërkombëtare, aspiratën e tyre për të kthyer tek varri i gjyshërve të tyre, dhe sigurisht që unë e shikoj me një sy kritik dhe nuk i hy pastaj pjesës së banaliteteve, sepse lista dhe aleanca madhështore e Sali Berishës nuk është gjë tjetër veç se një kopje e shëmtuar e listës Lulzim Bashës.